që janë bërë, duke sikur janë bërë dhe janë bërë vërtet në një situatë sterile, ose më mirë them stabiliteti. Nuk janë marrë parasysh fatkeqësitë natyrore që mund të ndodhin, se për një shtrirje në qeverisje prej 4 vjetësh mund ndodhi çdo gjë siç ndodhi në vitin 2019 deri në 2021. Mund të krijohet, po prit pra se mund të ndodhin fatkeqësi natyrore, situata gjeopolitike mund të jetë e tillë që ne do të na kërkohet të investojmë shumë në mbrojtje, mund të kërkohet sepse NATO po shkon, më fal një minutë, po mirë, pra, ky është mendimi im. Sepse do vide në aspekt, do më thënë, ajo që ka duhet bëjnë forcat politike gjatë qeverisjes këtu brenda, mund të kërkohet dhe mund vendoset që të gjitha vendet anëtare të NATO-s duhet të shkojnë në kufirin e 5% të GDP-s, etj. Nga ana tjetër, dëshirat mund të jenë të shumta, por asnjë nga këto dy buxhete nuk mund të realizohet në qoftë se qeveria nuk do bëj reforma strukturore, nuk do bëj reforma rregullatore për të arritur sigurinë juridike dhe stabilitetin fiskal, sepse në të kundërt nuk mund të luftosh korrupsionin, nuk mundet që të mbash të gjithë këtë lloj stabiliteti ose të realizosh objektivat, në qoftë se një pjesë të madhe të fondeve të shkojnë pikërisht në ekonominë e zezë dhe kështu me radhë. Unë duhet të them edhe një gjë, duhet të marr parasysh një gjë, një fakt, që lufta kundër korrupsionit është jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm thjesht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po edhe pikërisht për të gjetur ose për të parandaluar shpërdorimin e këtyre fondeve. Duhet kemi parasysh dhe ne kemi folur, po pra po me duhet pasa. Duhet kemi parasysh dhe ne kemi qenë këtu bashkë dhe kemi parë që Shqipëria është tënë. Vendi me pagën minimale më të ulët, vendi me pensionet më të ulta, vendi që ka indeksin më të ulët fuqisë blerëse, kemi parë bashkë, vendi dhe mund ta shohësh këtu që është i 4-ti në Europë për shtrenjtimin e karburanteve, mbas Zvicrës, mbas Hollandës dhe Italisë. Po, e kemi parë. Me që më dole këtu, Partia Demokratike ka një premtim. Partia Demokratike ka një premtim shumë konkret. Gjëja e parë që do bëj kur vjen pushtet është do ta zhveshë çmimin e naftës nga të gjitha taksat dhe do ta nxjerrë minimalisht sa çmimi i naftës në Kosovë, që e merr në Durrës dhe e shet në Kosovë në rastin më të mirë të mundshëm kur e shet Shelli dhe Shelli për mërmos se s'ka Shqipëri. Gabimi i Partisë Demokratike që merr shembull kështu, do të jetë më origjinale, mund ta shohësh këtu se janë çmimi i benzinës. Pra, në këtë aspekt, nuk janë vetëm hapat ekonomiko-financiare për të realizuar këto buxhete, por janë edhe reforma, në radhë parë janë pikërisht këto reforma që do të çojnë në realizimin e premtimeve. Dëgjova sot, ishte Rama në Kamës, dhe u deklaroi atyre që në vitin 2030... Sa paske Venezuela? Në vitin... 2 cent për euro? 2 cent euro? Ka. Dhe Rama deklaroi që kur të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, çdo vit nga Bashkimi Evropian do marrim një fond solidariteti për 1 miliard në vit. Do me thënë, se më kujtua premtimi Partisë Komuniste me Luk Floriri, ne do ham qyll, bota do na paguaj. Në këtë aspekt, ka pa diskutim të programet e partive, të dy partive të mëdha, edhe dëshira që nuk mund të realizohen. Për shembull, Rama deklaron që do hapim 100.000 vende pune. Nuk mund të realizoj, vetëm po solli filipinez, egyptian apo indian. Ka deklaruar se merdi për qeshur se pash komplimenta për studimin, pavarësisht se jeni mbështet vetëm te shifrat si tha Doriani, mbi bazën e shifrave nxirren konkluzonet. Më bëri përqesh puna e ujit. Përsëri ishte futur 100% furnizim me ujë për zonat urbane dhe 90% për zonat rurale. Në 2013 ishte 100% ujë në 4 vitet e para dhe kush
qofse nuk realizoj, këtë do ketë të bëjë me mua. 2021-shin tha, e pse duhet mbaj përgjegjësi për ato që s'janë bërë në kaq vite. 2021-shin më bëri gati sa zvotova për Partinë Socialiste, se tha ne gjatë 4 vjetëve do ta furnizojmë me 100% të Tiranën me ujë dhe nuk e realizojmë. Mos e thuaj këtë se Indieri Sabrigodo lëviz atje ku është, po të dëgjonte që do votojë ti për Partinë Socialiste. Jo, që se kam folur vetëm 2.5 minuta në 51 minuta që kam shkuar tani. Dhe ka dëshirë të bëj pak. Hapësirën që ke në dispozicion për pjesën e parë të emisionit tënd, i nderuar që na ftove, jo është deri dhe 20 minuta. Tjera, mund të lejosh mua të flas 5 minuta? Patjetër.